Prezantimi. Përshëndetje. Tregimet e pikturës së Gjelbert janë nga libri i Zotit, Bibla. Ajo tregon për një njeri të madh i cili mori ndihmën e Zotit në kohën e vështirësive. Dëgjo, shiqo. Pikturën tjetër kur dëgjoni tingullin. Fotografia numër 1. Namani viziton shtëpinë e Eliseut. Eliseu ishte një mësues i madh dhe profet i Zotit në Izrael. Një ditë, një njeri me emrin Naman erdhi në shtëpinë e tij. Ai ishte komandant i armatës së Sirisë dhe Siria ishte armiku i Izraelit. Namani ishte një njeri i fuqishëm dhe guzimtar, por kishte smundjen e lebrës. Ai erdhi në Izrael se kishte dëgjuar se Eliseu mund ta shëronte atë nga smundja e tij. Por Eliseu as që edhe doli ta takonte atë. Eliseu dërgoi fjalë pas shëptorit të tij që të shkojë në lumin Jordan dhe të zhytet 7 herë te uji i Jordanit, dhe ai do të pastrohet nga lebra e tij. Namani u zemrua dhe tha: "Unë mendova se ai do të dilte dhe do të thriste emrin e Zotit të tij dhe të më shëroj nga lebra." Prandaj Namani u largua me zemrim të madh. Fotografia numër 2. Namani në lum. Shërbyesit e Namanit i luteshin atij që ta linte me njan zemrimin dhe kokforsin e tij. Ata e shtyn atë që të bindej këshillës së Eliseut. Prandaj Namani shkoi te lumi Jordan dhe u zhyt 7 herë. Shiqoni pikturën sa i lumtur që është Namani. Lebra e tij ishte shëruar komplet. Eliseu nuk ishte frikë nga njeriu, sepse ai besonte në Zotin e madh. Ai e dinte se Zoti mund të bënte çdo gjë, por ai e dinte se edhe njerëzit duhet të binden atij që të jenë të shpëtuar nga vështirësitë. Fotografia numër 3. Eliseu dhe armata e Zotit. Zoti gjithmonë i tregonte Eliseut sa herë që sirianët e sulmonin Izraelin. Eliseu paralajmëronte mbretin e Izraelit që sirianët mos t'i mundnin ata. Mbreti i Siris ju tha ushtarëve të tij: "Shkoni dhe gjeni Eliseun kusht që ta zë." Një mëngjes herët Eliseu dhe shërbëtorët e tij dolën jashtë dhe i pan sirianët duke ardhur që ta marrin atë. Shërbëtorit qanin dhe bërtnitin: "Mësues, çfarë do të bëjmë ne?" Dhe Eliseu ju tha atyre: "Ju mos u brengosni, sepse ka më shumë prej tyre që janë me ne, sesa ata që janë me ta." Pastaj shërbyesit pan kuaj me karroca të zjarta rreth tyre. Ishte armata e Zotit që i dërgoi t'i bronte ata. Fotografia numër 4. Eliseu dhe ushtria e verbër. Duke ju afruar ushtria siriane Eliseut për ta zënë atë, ai u lut Zotit të sulmoj këta njerëz me verbëri. Me njëherë të gjithë ushtarët ishin të paaft të shihnin. Eliseu ju afrua atyre dhe ju tha: "Më ndiqni mua dhe unë do t'ju dërgoj te ai që ju dëshironi." Eliseu i drejtoi njerëzit e verbër në Samaria, në qytetin kryesor të Izraelit. Aty Eliseu ju lut Zotit prap: "Zot, hapi syt e këtyre njerëzve." Atëherë sirianët e panë se ishin në qytetin e armikut të tyre.
mbreti i Izraelit dëshironte t'i vriste ata, por Eliseu i tha, ushqejeni dhe jepuni të pinë, dhe lironi që të shkojnë. Miq, Zoti i Eliseut është më i madh se edhe vetë armiqtë tanë. Ne nuk kemi nevojë të kërkojmë hakmarrje nëse besojmë në të. Fotografia numër 5. Rrethimi i Samarias. Ushtria siriane erdhën prap ta luftojnë Izraelin. Ata e rrethuan qytetin e Samarias për një kohë të gjatë dhe izraelitët mbetën pa ushqim. Shiqo, pikturën, mbreti i Izraelit duke ecur mbi muret e qytetit. 2 gra shkuan te mbreti duke i u lutur atij që t'ju ndihmoj, se ato ishin aq të urritura sa që i hëngrën fëmijët e vet. Mbreti nuk dinte se çfarë të bënte. Ai ishte i zemruar se Zoti nuk i shpëtoi ata nga sirianët. Ai vendosi ta mbyste Eliseun, shërptorin e Zotit. Pastaj Eliseu ju dërgoi një mesazh mbretit. Perëndia, Zoti ynë, tha se nesër, në këtë kohë, mielli dhe elbi do të shitet në portat të Samarias. Fotografia numër 6. 4 lebrozët. Në atë kohë, 4 burra ishin ulur te porta e Samarias, që të gjithë ishin lebros. Ata thanë, përse të rrim këtu dhe të vdesim? Le të shkojmë te ushtria siriane. Ndërkohë, ushtria siriane kishte dëgjuar një zhurmë që po vinte një ushtri. Ata u friksuan shumë dhe i lanë të gjitha gjërat dhe u zhvendosën. Kur lebrozët arritën në kamp, aty nuk ishte askush. Lebrozët morën të gjithat që dëshironin. Ata i thanë njëri tjetrit, kjo nuk është në rregull. Kjo është dita e lajmit të mirë dhe ne nuk po e ndajmë me askend. Dhe shpejt ata u kthyen në Samaria dhe i treguan mbretit. Menjëherë njerëzit filluan ta shisnin ushqim nga kampi i sirianëve në portën e Samarias, mu ashtu siç tha Eliseu. Zoti shpëtoi Izraelin dhe shërptorin e tij po ashtu, Eliseun. Miq, Zoti e dërgoi Jezusin që ne të shpëtohemi nga vdekja e përjetshme. Ky është lajmi i mirë gjithashtu dhe ne duhet ta ndajmë me të tjerët. Fotografia numër 7. Jona ik prej Zotit. Pasi vdiq Eliseu, ishte edhe një profet tjetër që quhej Jona në Izrael. Zoti i tha Jonës, shko në qytetin e madh të Ninivis që ta ligjërojsh kundër tij, ta tërheqish vretjen. Unë e di se sa të këqij janë populli i tij, njerëzit e Ninivis. Ishin edhe armiq të Izraelit. Jona nuk donte të shkonte te ata, prandaj ai u mundua që të ikte larg sa më shumë. Ai gjeti një anije që shkonte shumë larg në një shtet tjetër. Ai e pagoi rrugën dhe anija lundroi. Por pas pak një stuhi e detit u ngrit shumë fort. Njerëzit në anije ishin të tmerruar. Ata thanë, le të hedhim një monedhë dhe ta shohim se kush është fajtor për këtë. Prandaj ata e hedhën monedhën dhe vendosën se ishte Jona për t'u fajsuar. Fotografia numër 8. Jona dhe peshku i madh. Lundruesit i thanë Jonës, çfarë ke bërë ti? Ai ju tregoi atyre se po ikte nga Zoti. Prandaj ata i thanë, çka të bëjmë ty që deti të qetësohet? Jona u përgjigj, më gjuani në det, unë e di se jam fajtor që erdhi kjo stuhi e madhe mbi ne. Ata njerëzit nuk donin ta mbysnin atë,
por stuhia po rriti dhe keqsohej. Prandaj ata e gjuajtën atë nga anija në det. Një peshk i madh e përpiu Jonën. Ai qëndroi 3 ditë gjallë në barkun e peshkut, dhe pastaj peshku volli Jonën jashtë në tokë të tharë. Fotografia numër 9. Jona në Nineva. Zoti foli prap me Jonën. Tha, shko në Nineva, ligjëro mesazhin tim. Pra, Jona i u bind Zotit dhe shkoi në Nineva. Ai i paralajmëroi njerëzit duke i thënë se për 40 ditë Nineva do të shkatërrohet. Mbreti dhe njerëzit të gjithë përgjëroheshin dhe luteshin që Zoti të shpëton ata. Ata u kthyen kundër së keqës. Prandaj Zoti vendosi që të mos i shkatron ata. Miq, ne të gjithë jemi si Jona dhe ata njerëzit e Ninevas. Ne të gjithë jemi mos bindës ndaj Zotit dhe kemi bërë gjëra të këqija. Ne meritojmë dënim, sidoqoftë Zoti na do neve të gjithëve. Ai dërgoi edhe Jezusin që të na paralajmëron dhe të na kthan kundër së keqës. Jezusi vdiq për të na shpëtuar. Ai ishte në varr për 3 ditë, mua ashtu sikur Jona që ishte në barkun e peshkut 3 ditë. Pastaj Jezusi u rrin gjallë. Tani ai mund të na jep jetën e përjetshme për të gjithë ata që largohen nga mëkatet dhe e keqja dhe e ndjekin rrugën e tij. Fotografia numër 10. Ester dhe mbreti. Ishte një vajzë e re hebreje nga Izraeli. Prindrit e saj kishin vdekur. Prandaj Mardokeu, xhaxhai i saj, kujdeset për të. Esteri dhe xhaxhai i saj ishin arrestuar bashkë me njerëzit e Izraelit dhe u quan në Persi. Mbreti i Persis ishte njeri shumë i fuqishëm. Të gjithë ja kishin frikën atij. Kur mbretëresha e hidhroi atë, ai vendosi ta zëvendësoj atë. Pastaj ai ftoi të gjitha vashat e bukura në mbretërinë e tij. Në mes të gjithave, ai e zgjolli Esterin që të bëhet mbretëresha e tij e re. Por Esteri nuk tregoi askujt se ajo ishte hebreje. Fotografia numër 11. Mardokeu refuzon të gjunjëzohet. Haman ishte njeriu shumë me rëndësi në Persi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjëzoheshin pranë tij, derisa ai kalonte. Mardokeu e adhuronte vetëm një Zot të vërtet. Ai refuzoi që të gjunjëzohet pranë Hamanit. Hamani u zemrua. Ai u përqendrua që të hakmerret Mardokeut. Një ditë ai i tha mbretit: hebrejt nuk i përmban rregullave të mbretit. Bëje një ligj për ata që nuk i përmban rregullave, të shkatërrohen. Hamani i dha para mbretit që të planonte këtë marrëveshje. Hamani ju tha njerëzve që një ditë të caktuar t'i vrasin të gjithë hebrejt. Hamani e ndërtoi vetë 3 këmbshin për varjen të cilën dëshironte ta varte Mardokeun. Mardokeu i tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte nga ai të shpëtonte njerëzit e saj. Por Esteri tha, nëse dikush shkon te mbreti pa ftesë, ai duhet të vdes. Ajo ju tha hebrejve të luteshin për të. Pastaj ajo tha, unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdes. Fotografia numër 12. Festa e Esterit. Zoti ju përgjigj lutjeve të hebrejve. Mbreti e pranoi Esterin. Ajo e ftoi atë në festë të posaçme. E ftoi edhe Hamanin.
Në fest mbreti e pyeti mbretëreshën Ester, çfarë dëshironi? Esteri ju përgjigj, dëshira ime është që unë të jetoj, sepse populli im dhe unë jemi shitur për të na mbytur. Mbreti tha, kush guxon ta bëj një gjë të tillë? Prandaj Esteri u përgjigj, armiku ynë e i keqi është Hamani. Mbreti u zemrua shumë kur dëgjoi për planet e këqija të Hamanit. Ai e vari atë në 3 këmbshin e varjes që ai vetë e kishte ndërtuar për Mardokeun. Dhe të gjithë hebrejt shpëtuan. Miq, Esteri ishte e gatshme që të vdiste për ta shpëtuar popullin e saj. Por Jezusi na don neve aq shumë sa që ai vdiq për të na shpëtuar të gjithë neve nga vdekja e përhershme. Fotografia numër 13, Danieli dhe miqt e tij. Kjo piktur tregon Danielin dhe 3 shokët e tij. Ata ishin hebrejnë. Ata i dërguan në tokën e Babilonit nga armiqt e tyre. Mbreti i Babilonit dëshironte që ata të shërbejnë atë. Prandaj ata u deshën ta mësonin gjuhën dhe zakonet e Babilonisë. Danieli dhe shokët e tij refuzuan të hanin ushqim të pasur të mbretit. Kjo ishte kundër zakoneve të hebrejve. Ata e dinin se duheshin t'i mbanin ligjet e Zotit dhe ta nderojnë atë. Pra, ata kërkonin vetëm ushqim vegetarian të hanin dhe vetëm ujë të pinin. Njeriu që i bante ata kishte frikë se mos ata të smuren dhe të humin pesh. Por Zoti kujdeset për ta. Ata u bën më të shëndetshëm dhe më të mençur se të gjithë rinjt e Babilonisë. Fotografia numër 14, Danieli dhe mbreti i Babilonisë. Mbreti i Babilonisë kishte parë një ëndër. Ai i pyeti njerëzit e tij të mençur që t'i tregojnë për ëndrrën e tij, por asnjëri nuk mundi. Prandaj ai vendosi t'i mbyt që të gjithë ata. Atëherë Danieli dhe shokët e tij ju lutën Zotit. Pastaj Zoti Danielit ja ringjalli ëndrrën e mbretit. Pastaj Danieli shkoi te mbreti dhe i tha se është një Zot në qiell që ringjall misteret. Zoti i Madh po i tregon mbretit se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në ëndër, mbreti pa të gjitha mbretërit e botës, por atëherë e pa një mbretëri shumë më të madhe, që i shkatroi të gjitha mbretërit tjera. Dhe ajo mbretëri është mbretëria e Zotit që zgjat përgjithmonë. Danieli ja tha këto gjëra mbretit dhe mbreti ishte i kënaqur me Danielin. Njerëzit e mençur shpëtuan dhe Danieli u bë udhëheci në Babiloni. Fotografia numër 15, imazhi i artë. Mbreti i Babilonisë vendosi një imazh të madh prej arit. Ai i ftoi të gjithë zyrtarët që të vinë dhe ta shohin këtë imazh. Shërptorët e mbretit komanduan popullin. Kur ta dëgjoni tingullin e muzikës, ju të gjithë duhet të bini për tokë dhe të alluroni këtë imazh prej arit. Secili që nuk do ta bëj këtë, do të hidhet në zjarr. Danieli dhe shokët e tij, të 3 hebrejt, Shandraku, Meshaku, Abednego, refuzuan të alluronin këtë imazh të artë. Ata e alluronin vetëm Zotin. Disa njerëz shkuan te mbreti dhe i thanë: "Ja, janë disa hebrejt që nuk të binden ty. Ata nuk i shërbejnë perëndive të juaja, ose nuk allurojnë imazhin prej arit." Fotografia numër 16, në flak të zjarrit, mbreti thiri Shandrakun, Meshakun dhe Abednegon.
dhe i tha, nëse ju nuk do të adhuroni imazhin e artë, ju do të hidheni në flakën e zjarit, a do të mund t'ju shpëtoj juve Zoti juaj? Ata u përgjigjen, Zotin që ne e shërbejmë, do të na shpëtoj neve, por edhe nëse jo, ne kurrë do të adhurojmë këtë imazh të artë. Prandaj Shadraku, Meshaku dhe Abednego u hodhën në flakën e madhe të zjarit. Pastaj mbreti bërtiti, shikoni, po i shoh 4 burra duke shetitur rreth zjarit, dhe i katërti duket sikur i biri i zotave ose i Zotit. Kur këta 3 burra dolën jashtë nga zjari, ata as që ishin djegur, dhe mbreti i tha, Zoti i Shandrakut, Meshakut dhe Abednegos dërgoi engjëjt e tij që të shpëton shërbësit e tij. Asnjë zot tjetër nuk mund t'i shpëtoj kështu. Fotografia numër 17. Danieli i lutet Zotit. Danieli kishte fuqi të madhe në atë vend. Zyrtarët tjerë ishin xhelos ndaj tij. Ata nuk mund ta gjenin asnjë gabim tek ai, sepse Danieli e kishte bindur mbretin. Prandaj armiq shkuan te mbreti dhe i than se mbreti duhet të lëshonte një urdhër që nëse dikush do t'i lutet ndonjë zotit ose njeriu tjetër përveç tij, o mbret, ata duhet të hidhen në qelin e luanëve. Mbreti u pajtua me njerëz dhe i bëri ligjin e ri. Danieli dëgjoi për ligjin e ri të mbretit, por ai vazhdoi t'i lutej Zotit sikur që bënte ditë për ditë. Kur e pan armiqt e tij kët duke u lutur, shkuan te mbreti dhe i than atij, Danieli nuk i bindet ligjit tënd të ri që e bëre. Fotografia numër 18. Danieli në qelin e luanëve. Mbreti nuk dëshironte që Danieli të vdiste në qelin e luanëve, por ai nuk mund ta ndryshonte ligjin. Pra Danieli u gjuajt te luanët. Të nesërmën, në mëngjes, mbreti vrapoi te qelia e luanëve dhe thiri, Daniel, a të shpëtoj ty Zoti nga luanët? Danieli u përgjigj, Zoti im i dërgoi engjëjt e tij dhe ata ja mbyllën gojën luanëve. Mbreti u gëzua shumë. Danielin e nxorën nga qelia e luanëve. Me komandën e mbretit, armiq e Danielit u gjuajtën në qelin e luanëve dhe menjëherë luanët i shqyen ata në copsa të vogla. Miq, ne nuk duhet të fiksohemi se çka mund të na bëjnë njerëzit. Nëse ne besojmë në Zotin që jeton, në Zotin të vërtet të Danielit dhe shokëve të tij. Edhe nëse njerëzit na vrasin, ne ende kemi shpresë, sepse Jezusi erdhi prej Zotit që të na jep jetë pas vdekjes. Fotografia numër 19. Nehemia përpara mbretit të madh. Nehemia ishte hebrej i cili besonte në Zot. Ai jetonte në Babiloni pas kohës së Danielit. Jerusalemi, qyteti i paraardhësve të tij, ishte i rënuar dhe hebrejt të cilët jetonin aty ishin në telashe të mëdha. Nehemia ishte shërbyes i mbretit të madh. Një ditë, përderisa ai i shërbente verë mbretit, mbreti i tha atij, përse dukesh kaq i mërzitur? Nehemia i tregoi atij për Jerusalemin dhe njerëzit e tij hebrejnë. Mbreti i tha atij, çfarë kërkon ti? Nehemia në heshtje i u lut Zotit dhe i tha mbretit, më dërgo në atë dheun tim që të mund ta rindërtoj. Zoti i pranoi lutjet e Nehemias dhe mbreti u pajtua me kërkesën e tij. Nehemia inspekton qytetin e rënuar.
Mbreti i dha me vete Nehemias material për ndërtim dhe njerëz për t'i ndihmuar atij ta ndërtoj qytetin. Ata udhtuan deri në Jerusalem. Armiqt e hebrejve dëgjuan për Nehemian. Ata u zemruan. Ata nuk donin që askush të ndihmojnë hebrejve. Nehemia nuk ju kishte frikën atyre. Nehemia dëshironte ta inspektonte Jerusalemin. Prandaj ai kaloroi të gjitha muret e thyera të qytetit. Ai shkoi natën që askush mos ta dinte se çfarë po bënte. Ai, të nesërmën, Nehemia i thiri të gjithë hebrejt dhe tha: "Ejani që të rindërtojmë muret e Jerusalemit dhe nuk do të jemi në fatkeqësi më." Ai ju tha atyre se Zoti është me ta dhe se ata nuk kanë nevojë të friksohen armikut. Prandaj hebrejt pranuan që të punojnë me Nehemian. Fotografia numër 21. Duke ndërtuar muret. Shiko, në pikturë, hebrejt filluan të punojnë. Disa pastronin mbeturinat, përderisa të tjerët ndërtonin muret dhe vendosën portat. Armiqt e hebrejve u zemruan edhe më shumë. Ata u kërcënuan se do t'i vrisnin hebrejt, përderisa ata punonin brenda. Nehemia i u lut Zotit prap. Ati i duhet që Zoti t'i tregonte se çka të bënte. Pastaj ai vendosi njerëzit armatosur mbi mure që t'i bronte punëtorët. Të gjithë morën armët dhe përgatiteshin për luftim. Armiqt ishin të paaft ta vrisnin Nehemian ose hebrejt. Prandaj puna vazhdoi. Në vetëm 52 ditë muret u ndërtuan. Fotografia numër 22. Ezra lexon ligjin. Pasi që ndërtimi i mureve mbaroi, hebrejt u takuan së bashku në Jerusalem. Ezra, prifti i Zotit, ju lexoi atyre librin e shenjtë, shkrimet e shenjtë. Disa prej njerëzve filluan të vajtonin sepse ata e dinin se nuk ishin bindur ligjeve të Zotit. Mua edhe kjo ishte arsyeja pse Zoti lejoi që armiqt ta shkatronin qytetin e tyre. Hebrejt dëshiruan që të largohen së keqes dhe të ndjekin prap rrugën e Zotit. Nehemia ju tha: "Mos u mërzitni. Gëzimi i Perëndis është fuqia juaj." Miq, a keni ju kënaqësi gëzim? Zoti na jep neve kënaqësinë dhe gëzimin dhe fuqi shpirtërore kur ne njohim Zotin dhe i bindemi librit të shenjtë të tij, Biblës. Më lejoni t'ju tregoj se si mund ta njihni ju Zotin e Nehemias. Gjithashtu, fotografia numër 23. Jezusi në kryq. Është vetëm një rrugë për ta njohur Zotin. Zoti e dërgoi të birin e vet, Jezusin, për të na treguar rrugën. Jezusi jetoi në tokë para shumë kohe. Ai bëri shumë gjëra të mira për të ndihmuar njerëzit. Ai na tregoi se si ta kënaqim Zotin, por ne nuk e ndoqëm rrugën e tij. Ne të gjithë mëkatuam ndaj tij. Dhe dënimi për këtë është vdekja shpirtërore përgjithmonë. Zoti e shpëtoi Eliseun, Danielin dhe të tjerët nga vdekja. Por Zoti nuk e shpëtoi Jezusin. Ai i lejoi njerëzit të këqij të mbysin atë. Ata e gozhduan atë në kryq të drurit. Jezusi na don neve. Tani Zoti mund të na falë neve mëkatet tona dhe ne mund të shkojmë te Zoti. Ai bën që shpirtrat tanë të ringjallen, të vinë në jetë prap, dhe ne mund të njohim Zotin dhe dashurinë dhe të shërbejmë atij. Fotografia numër 24. Jezusi tregon rrugën në jetën e përhershme. Miq, jeta është sikur ecja nëpër një rrugë të gjatë
dhe të gjërë e cila të drejton në vdekje. Të gjithë e kanë mos kënaq Zotin. Ne të gjithë jemi në rrugë të Satanit, që çon në dënim të përhershëm pas vdekjes. Jezusi vdiq për të na shpëtuar nga ky dënim. Atëherë ai prap u rin gjallë. Tani ai na tregon rrugën që duhet patjetër të ndjekim, rrugën e Jezusit. Është rrugë e vështirë dhe e ngushtë. Ndonjëherë ne edhe mund të vuajmë në këtë jetë, sikur Danieli dhe shokët e tij. Por rrugët e Jezusit drejtojnë në qiell, në parajs. Atje nuk ka vuajtje. Është vend i kënaqësisë së përhershme dhe paqes. Dhe Zoti është aty. Jezusi tha, unë jam rruga. Askush nuk vjen tek Ati, Perëndia, përmes meje. Pra, lutjuni Jezusit tani dhe kërkoni t'ju tregoj rrugën për te Perëndia.